Sot në rjoll bashkë me banorët për të protestuar për një të drejtë themelore e cila është e drejta e pronës, e drejta për të pasur dinjitet. Banorët kanë që nga data 2 shkurt që protestojnë për të drejtat e tyre, për mos se kanë 2 vendime gjykatash. Ajo është shkallës parë dhe apeli që i ka dhënë të drejtë, këtu akoma vazhdojnë punimet. I bëj thirrje që të ndalen punimet për sa kohë dëmit mos jetë i parikuperueshëm. Sado oligarkut ketë lek, sado oligarkut ketë media, sado oligarkut ketë akses te qeveria, banorët kanë të drejtën e tyre legjitime për të mbrojtur pronën dhe moralin e tyre. Këtu po na vidhet prona. Është prona që ka mbledh 4 gjyqësh tanë dhe Bashkimi Ula me lepre të faktikore të patrimoniales do të ndërtoj resortin duke përjashtuar gjithë banorët dhe pronarët e vërtetë kësaj toke. Ne kemi dhënë fjalën njëri tjetrit. Ne kemi besën e malësorit më shtrenjtë se çdo gjë dhe nuk largohemi nga këtu pa dalë drejta jonë. Sa të marrim frymë ne fëmijët tanë, kjo pronë do jetë vetëm e jonë. Edhe gjithë suportin tonë dhe ne do jemi në protestat e drejta për të mbrojtur pronën dhe kundër oligarkut.